Regont Murati u bë futbollisti i parë me origjinë shqiptare që arriti të debutonte në kompeticionin më të shtrenjtë të momentit, atë të botrorit të klubeve që është duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbrojtësi 29 vjeçari, lindur në Pej, u aktivizua titullar me skuadrën nga Zelanda e Re, Auckland City, në duelin ndaj Bayernit të Muniut që u fitua nga gjermanët me rezultatin 10-0. Murati qëndroi në fushë gjatë gjithë përballjes, teksa në një rrëfim ekskluziv për Panorama Sport tregon se familja e tij emigroi në Zelandën e Re gjatë luftës në Kosovë, kur Regonti ishte vetëm 3 vjeç. Ai nuk e fshen ndjenjën e krenarisë për origjinën e tij, teksa ndante disa detaje interesante nga dueli special me gjigantët e Bayernit, ku djaloshi shqiptar tregon se përjetoi ndër emocionet më të forta të karrierës. Duke qenë një futbollist gjysmë profesionist, Regonti gjithashtu tregonte për punën që bën në Zelandën e Re. Në fundin e sfidës ndaj Bayernit, mbrojtësi shqiptar arriti të shkëmbente fanellën me Serge Gnabry, teksa nuk mund të mungonte dhe një koment për përballjen Shqipëri-Serbi. Përshëndetje Regont, prej sa vitesh keni emigruar në Zelandën e Re dhe si u bët pjesë e klubit të futbollit Auckland City? Unë erdha në Zelandën e Re kur isha 3 vjeç, plot 26 vjet më parë kur po ndodhte lufta. Unë dhe familja ime u zhvendosëm në Zelandën e Re. Jam pjesë e Auckland Cityt prej 3 vitesh e gjysmë. U transferova pasi pata një sezon të mirë në klubin rival Auckland United dhe kam qenë i bekuar që kam marrë pjesë në disa turne të mrekullueshëm gjatë herë. Së bashku me Christian Aslanin e Interit dhe Adrian Bajramin e Benficës, ju jeni 3 futbollistët që përfaqësojnë kombin shqiptar në Kupën e Botës për klube. A ju bën krenar ky fakt? Realisht më bën shumë krenar. Me thash dhe në një intervistë tjetër se jam i lumtur që kombet tona po marrin përfaqësimin në futboll, sepse mendoj personalisht kohët e fundit, veçanërisht në futboll, kemi treguar se çfarë mund të bëjmë në nivelin më të lartë me lojtarët tanë që luajnë në ekipet më të mira dhe garojnë në turnet më të lartë në Europë. Jam i bekuar që jam nga Kosova dhe përfaqësoj kulturën time duke qenë shqiptar. E di që nuk jemi të parët dhe as të fundit që përfaqësojnë kombin tonë në nivelin më të lartë. A jeni përkushtuar plotësisht futbollit apo punoni paralelisht? Cili është profesioni juaj? Jo, jam gjysmë profesionist. Paguhem, por minimumi i mjetesës është përmes punës si editore si në punës në një kompani logjistike të kontejnerëve të transportit të prodhimeve të mishit dhe ushqimeve të tjera. Si e përjetuat emocionalisht ndeshjen kundër Bayernit në një kompeticion kaq madhor si Kupa e Botës për klube? Përjetova shumë emocione të forta si gjatë ndeshjes, por dhe para dhe pas saj. Ndihem shumë i bekuar dhe mirënjohës që kalova kohë në fushë duke garuar me ekipin dhe lojtarët më të mirë. Rezultati është diçka për të cilën nuk jam i lumtur, por nga ana tjetër ne u përballëm me një nga ekipet më të mira në botë dhe përsëri jam i lumtur. Shpresoj se i kam bërë krenar familjen, miqt, kombin dhe kulturën time dhe të gjithë njerëzit përreth meje. A e ndruat fanellën me ndonjë lojtar të Bayernit? Po, ka marrë fanellën e Serge Gnabryt, po e markoja në fund të ndeshjes, kështu që e pyeta kur mbaroi ndeshja dhe ma dha. A ishte ajo ndeshje kundër Bayernit momenti më emocionues në karrierën tuaj futbollistike? A ka ndonjë detaj interesant nga kjo ndeshje që mund ta ndani me tifozët shqiptar? A patët mundësinë të komunikonit me ndonjë nga futbollistët? Patjetër, nuk jam i sigurt nëse ndonjë gjë tjetër do ta i kaloj emocionin e përjetuar gjatë përballjes me Bayernin. Detaji më i bukur për mua ishte se kishte tifozë shqiptar në stadium që bërtisnin emrin tim duke thënë kthehuni nëse jeni shqiptar në Shqip. Dhe unë u ktheva dhe ata buzëqeshen dhe më buroritën, një diçka tepër emocionuese për mua. Duhet i përshëndes ata tifozë shqiptar që më mbështetën në stadium. Nuk fola shumë me lojtarët e tjerë gjatë ndeshjes dhe gjithçka dukej se e kaloi shumë shpejt. Si janë marrëdhëniet tuaja me Kosovën dhe Shqipërinë? A e ndiqni kombëtaren e Shqipërisë? Marrëdhënie shumë pozitive. Kam familjarë dhe të afërm në shtëpinë time në Pej dhe vizitoj pothuajse çdo vit vendlindjen time. Kam qenë në Shqipëri para se gjithash, jam shqiptar, dua kombin dhe kulturën time. E pash ndeshjen e fundit kundër Serbisë, rezultati së cilës ishte i pafat, mendova se mund të kishim marrë më shumë. Ka disa lojtarë vërtet cilësor në ekip.